Vazhdojmë tani me pregaditjen. Fillimisht, në njën më të madhe, do të shtojmë 2 banane mesatare. Tani, tek bananet, do të shtojmë një paketim Nescafe 3 në 1 nga këto që shiten të gatshme. Vazhdojmë tani që të shtypim bananet, derisa të bëhen si pire. Vazhdojmë tani tek bananet e shtypura dhe Nescafeja, shtojmë 3 vezë të plota. Vazhdojmë e shtojmë qumshtin, qumësht do të shtojmë 250 ml. Vazhdojmë e shtojmë vajen, vaj do të përdorim 125 ml. Vazhdojmë dhe e shtojmë sheqerin, pasi bananet janë të ëmbla, nuk do të shtojmë shumë sheqer dhe do të amatim me lugë gjelle. Unë po shtoj 4 lugë gjelle me sheqer, ju mund shtoni sipas shijeve të juaja. Tani përziejmë mirë, derisa gjithë përbërësit që i kemi shtuar brenda të lidhen dhe të bëhen bashkë. Për këtë recetë nuk ju duhet fare mikseri, mjafton përzierjen ta bëni kështu me një aparat të tillë. Vazhdojmë që të shtojmë mielin. Miell do të përdorim dikon 12 lugë gjelle të plota me miell. Një pako pluhur për pjekurina. Një pako me vanil sheqer. Dhe vazhdojmë që të shtojmë një lugë gjelle me kakao pluhur. Vazhdojmë përzijem tani edhe një herë, derisa të gjithë përbërësit bëhen bashkë, dhe të fitohet një brum i mirë për kek. Dhe do ta kontrollojmë sasinë e miellit. Nëse ka nevojë, do të shtojmë edhe 1 deri në 2 lugë gjelle më tepër miell, por atë do ta bëjmë pasi që ta përzijmë mirë. Brumi është pak i holl, do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle tjera me miell, pra në total 14 lugë gjelle miell. Dhe tani brumin e kemi gati. Kjo është trashësia e brumit që po e kërkojmë. Për ta pjekur ëmbëlsiren, sot unë po përdor një kallëp prej graniti në një formë të tillë, por ju mund ta pjekni edhe në tepsi të thjeshtë. Unë brenda tepsin e kam lyer mirë me gjalp, që të mund të largohet më lehtë dhe më mirë pasi që të pjeket. Pasi brumin e shtojmë në tepsi, tani është i gatshëm për ta futur në furrë dhe për ta pjekur. Furrën e kam parangrohur mirë, por temperaturën do ta mbajmë në 160 gradë. Lejojmë që të piqet dal nga dal, dikon për afërsisht 35 deri në 40 minuta në temperaturë për 160 gradëve. Ndërkohë që ëmbëlsira pjeket, do ta përgatisim edhe lyerjen ose sherbetin që do t'ja hedhim sipër. Në një tjetër shtojmë 200 ml qumësht. Qumshti është i ftoftë dhe tek qumshti do të shtojmë 2 gram Nescafe klasik të zezë të thjeshtë. Përzijmë mirë që Nescafeja të tretet mirë te qumshti, mos të mbetet me trupa, dhe kjo është kafe latte torta. Është një ëmbëlsirë shumë e mirë, shumë e shijshme, e lehtë dhe ideale për adhuruesit e kafes që ta shijojnë me kafen e mëngjesit. Nëse nuk ju pëlqen kafja, mund lirisht ta zëvendësoni me kakao. Në vend të kafes, shtoni kakao. Keku është pjekur, sapo e kam larguar nga fura, lejojmë që të ftofet dikon për afërsisht 5 deri në 7 minuta, jo të jetë val i nxehtë, para se t'ja shtojmë sherbetin. Se tani që është ftofur pak keku, vazhdojmë ta shtojmë qumshtin e ftoftë me Nescafe. Presim 5 deri në 6 minuta, derisa ëmbëlsira ta tërheq shpejt lëngun, të thahet dhe vazhdojmë dhe shërbejmë. Dhe të dashur miq, keku është gati. Unë ndava një copë për t'ju treguar edhe juve sa i butë që ka dalë dhe sa shumë që është fryrë. Ju zëroj që ta provoni edhe ju dhe të mbeteni të kënaqur edhe nga kjo recetë.